Mirë se vini. A e keni menduar ndonjëherë se çfarë na mban vërtet bashkë si shoqëri? E di, tingëllon si pyetje e madhe, por është thelbësore. Shpesh, përgjigja që na vjen ndërmend është ligjet dhe teknologjia. Kemi rregulla të mira, teknologji të avancuar, pra gjithçka duhet të funksionojë. Po a mjafton vërtet kjo? Apo ndoshta, forca që na mban të lidhur është diçka tjetër, diçka që nuk e shohim me sy? Pikërisht këtë do ta analizojmë sot. Shikoni, formula e kohës sonë duket kaq e thjeshtë, apo jo? Ligje të forta plus teknologji e fundit baras me një shoqëri perfekte, të qëndrueshme. Ky është premtimi, por pastaj hapim syt dhe shohim realitetin. Dhe çfarë shohim? Korrupsion që duket i pashërueshëm, një mosbesim total, jo vetëm tek politikanët, por edhe te fqinji. Jemi ndarë në grupe, secili në botën e vet. Pra, ky hendek mes asaj që premtojmë dhe asaj që jetojmë, kjo nuk është thjesht një problem i vogël. Është, le të themi, enigma më e madhe me të cilën përballemi. Dhe kjo enigma na çon tek një ide shumë e fuqishme e kohës sonë. Është ideja që shoqëria është si një makineri gjigante, dhe ne, si inxhinier të Zot, besojmë se mjafton të gjejmë manualin e duhur, rregullat e duhura, kodin e saktë, le të themi, dhe makina do të funksionojë pa probleme. Nuk ka rëndësi kush është shoferi, për sa kohë sistemi është perfekt. Të gjitha përpjekjet tona shkojnë aty, të ndërtojmë sisteme më të mira, duke menduar se sistemi do të na shpëtojë, pavarësisht se çfarë njerëzish jemi ne brenda tij. E po, është e logjikshme. Nëse beson se gjithçka është thjesht një problem inxhinierik, atëherë çfarë vendi ka për fen apo traditën morale? Ato fillojnë të duken si një software i vjetruar, një relike nga një kohë kur nuk kishim shkencë dhe arsye. Ideja është kjo. Tani që kemi ligje dhe shkencë, nuk na duhen më këto sisteme operative morale të vjetra. Mund të ndërtojmë një moral të ri, nga zeroja, të bazuar vetëm në logjik. Pa pasur nevojë për histori, pa pasur nevojë për asgjë tjetër. Por ja ku gjërat bëhen interesante. Pikërisht këtu shfaqet një paradoks i madh. Mendoni pak. Kemi arritur gjëra të jashtëzakonshme, në shkencë, në teknologji, në mirëqenie, gjëra që gjysherit tan as nuk i ëndërronin. E megjithatë, edhe shoqëritë më të pasura, më të zhvilluara, duket se janë sëmura nga brenda. Kemi këtë ndjenjen e çuditshme që po ecim përpara në gjithçka që mund të masim me shifra, por po shkojmë prapa në gjëra që nuk maten dot, si besimi, si komuniteti. Ky është paradoksi i progresit. Dhe kjo na detyron të bëjmë një pyetje paksa të sikletshme. Nëse kemi institucionet më të mira ndonjëherë, nëse kemi gjithë informacionin e botës në majë të gishtave, atëherë pse këto probleme si korrupsioni dhe mosbesimi nuk po zhduken? Pse madje duket sikur po përkeqësohen? A ka mundësi që veglat tona kryesore, pra ligjet dhe teknologjia, thjesht nuk mjaftojnë? Ndoshta po përpiqemi të rregullojmë problemin e gabuar me mjetet e gabuar. Le ti marrim pak me radhë këtu sfida. Të marrim korrupsionin. Nuk është thjesht një shkelje ligji, apo jo? Është një tradhti e thellë e besimit të gjithëve. Po mungesa e besimit nuk është thjesht cinik, është shkatrimi i vet ngjitësit social që na lejon të punojmë bashk. Fragmentimi nuk është thjesht se kemi mendime të ndryshme, është se jemi ndarë në fise që s'flasin më të njëjtën gjuhë. Dhe në fund, mungesa e një qëllimi nuk është thjesht individualizëm, është sikur kemi humbur historinë tonë të përbashkët, atë që i jep kuptim gjithçkaje që bëjmë. Pra, kur i mbledh të gjitha këto bashk, konkluzioni është pothuajse i pashmangshëm. Stabiliteti i një shoqërie, shëndeti i saj, varet nga diçka më shumë se rregullat dhe policia. Ligjet, shikoni, mund të të dënojnë kur bën diçka gabim, por nuk mund të të bëjnë të duash të bësh gjën e dur. Qartësisht, duhet të ketë diçka tjetër që luan rol këtu. Dhe kjo diçka tjetër është pikërisht ajo që mund ta quajmë themelet e padukshme. Imagjinoni pak shoqërinë si një ndërtesë të madhe. Ajo që ne shohim janë muret, dritaret, pra ligjet, institucionet, por çdo ndërtesë qëndron mbi themele që nuk duken. Këto themele të padukshme janë vlerat tona, normat e pashkruara, pritshmëritë që kemi nga njëri tjetri. Është ajo gjëja e vogël që të bën të besosh se makina tjetër do ndalojë te semafori kuq edhe kur s'kas një polic përreth. Po çfarë janë konkretisht këto themele? E po, është busulla jon morale e brendshme. Është ajo që të shtyn të bësh gjën e dur, jo se ke frikë nga gjoba, por sepse thjesht beson se ashtu duhet bërë. Është kur një mjek bën më shumë se detyra e tij për një pacient, ose kur një shitës nuk të mashtron, edhe pse mund ta bënte lehtësisht, ose kur dikush gjen një portofol plot me para dhe e kthen.
Janë pikërisht këto veprime të vogla që, kur mblidhen bashk, krijojnë besimin në një shoqëri. Dhe ja ku është pika kyçe e gjithë kësaj. Gjëra si ndershmëria, integriteti, përgjegjësia, këto nuk mund t'i vendosësh me ligj. Thjesht nuk funksionon ashtu. Një ligj mund të thotë mos vidh, por nuk mund të bëjë njëri të ndershëm. Mund të dënojë nëse je neglizhent, por nuk mund të detyrojë të jesh i përkushtuar. Këto cilësi duhet të vinë nga brenda, duhet të bëhen pjesë e asaj që jemi. Kjo natyrisht na çon te pyetja prej $1.000.000. Po mirë, nga vijnë këto vlera? Si mbillen ato tek ne, nga njëri brez te tjetri? Nëse i hedhim një sy historisë, shohim se ka pasur një burim kryesor, edhe pse sot shumë i debatuar. Dhe i është e rëndësishme ta themi që tani do ta analizojmë këtë burim jo si besimtar apo jo besimtar, por thjesht si vëzhgues të shoqërisë, në një qasje sa më objektive. Historikisht, faktet tregojnë se sistemet fetare kanë qenë, le të themi, fabrikat kryesore ku janë prodhuar këto vlera. Për shekuj të tërë, përmes historive, ritualeve, komunitetit, ato kanë kultivuar cilësi si ndershmëria, dhemshuria, përgjegjësia, shërbimi ndaj të tjerëve. Ato i kanë dhënë njerëzve një gjuhë përbashkët për të folur për të mirën dhe të keqen dhe një kuptim më të madh se vetja e tyre. Por, që të jemi shumë të qartë, kjo nuk është një mbrojtje verbër e fesë. Absolutisht jo. Historia na tregon po aq qartë se kur feja bëhet e ngurtë, kur politizohet, kur përdoret për pushtet, ajo kthehet në një burim të tmerrshëm konflikti dhe përçarjeje. Pra, ka dy anë të medaljes. Mund të bashkoj, por mund edhe të ndaj, dhe shtërbësore ta kuptojmë këtë dualitet. Dhe pikërisht këtu qëndron dilema jonë moderne. Duke parë anët e saj negative, a rrezikojmë ta hedhim poshtë plotësisht dhe bashkë me të humbasim një nga mjetet më të fuqishme për edukimin moral që kemi pasur ndonjëherë? Pyetja nuk është a duhet të kthehemi pas në kohë. Pyetja është, okay, nëse e heqim këtë burim tradicional vlerash, çfarë po vendosim në vend të tij? A mjafton shkolla dhe ligji për ta mbushur këtë boshllok? Kjo është pyetja e madhe. Kjo na çon në thelbin e gjithçkaje, që përmblidhet shumë mirë këtu. Shumë shpesh, debati bllokohet te pyetja, a na duhen institucionet fetare apo jo? Por ndoshta kjo është pyetja e gabuar. Ndoshta pyetja e vërtetë është, a mundet një shoqëri të mbijetojë, të lulëzojë, pa një vizion të përbashkët moral, pa një grup vlerash të përbashkëta, që na bëjnë të besojmë te njëri tjetri dhe të punojmë bashkë vullnetarisht? Pra, siç e shihni, kjo analizë nuk jep përgjigje të thjeshta. Përkundrazi, na lë me një pyetje të madhe për të menduar. Në një kohë ku po shohim se ligjet dhe teknologjia nuk mjaftojnë, ku besimi është në pikën më të ulët dhe ku burimet e vjetra të moralit po shuan, nga do t'i gjejmë vlerat që na duan? Çfarë në fund të ditës do të na mbaj bashk? Kjo nuk është një pyetje për filozofët. Përgjigjja do të formosojë botën që do t'u lëm atyre që vijnë pas nesh. Dhe ndoshta, gjithçka fillon me një reflektim personal të secilit.